duhet ndjekë protokolle të caktuara, nuk mund t'ja lejonte vetes, apo flas në përgjithësi, pa dashur të hyjë në rastin konkret, nuk mund t'ja lejonte vetes që të bënte ato veprime të cilat pastaj jo vetëm janë të kundërligjshme, jo vetëm që janë të kundërligjshme dhe mund të konsiderohen si kundërligjshme, por kanë cënuar integritetin fizik, dëmtimin e shëndetit me pasoja për një qytetar të caktuar, në këtë rast për një fëmijë të një moshe të minitur 3 vjeç, vetëm 3 vjeç në momentin e ngjarjes. Mirë, zoti Dasho, mbetemi pak në fakt çështja e anestezisë, kujtojmë atëherë që u diskutua shumë në rastin konkret. Kështu që pyetja që kam, cilat janë rreziqet më të mëdha që lidhen me anestezinë e përgjithshme tek fëmijët e vegjël? Për këtë duhet të drejtoheni, duhet të kishit thirrur një mjek anestezist nëse do të hyni në këto detaje teknike, por unë mund të flas në parim, dhe t'ju them se asnjë procedurë mjekësore nuk kalon pa rreziqe dhe nuk ka asnjë procedurë ose trajtim mjekësor që të ketë vetëm efektet pozitive ose efektet e synuara për përmirësimin e shëndetit ose për shpëtimin e jetës, vetëm mos ketë asnjë efekt anësor. Ne edhe kur blejmë një pako me aspirina që blejmë pa recet mjekësore dhe preparatet të tjera që blihen pa recet mjekësore, kur merr atë fletën ilustruese, shikon të gjithë efektet e padëshirueshme dhe efektet anësore dhe janë të shumta dhe që disa prej tyre mund të jenë në rastet e alergjive ose në rastet e efekteve anësore edhe vdekjeprurse. Pra, të mos harrojmë, dhe ky është parimi kryesor i mjekësisë. Pra, në mjekësia fatkeqësisht nuk është një shkencë eksakte dhe ashtu sikundër ka efekte pozitive, ndërhyrja mjekësore, ashtu ka edhe riskje dhe efekte anësore. Në këtë rast, mua më bëri shumë, më vlerësoja të komentin e avokatit në studio, sepse tha diçka shumë të drejtë, që edhe unë pavarësisht se nuk jam jurist, e gjej shumë të drejtë. Pra, duhet dalluar ajo që është ndodhja ose ngjarja me një probabilitet të caktuar e një efekti anësor, i cili nuk mund të shmanget, nga neglizhenca dhe nga një dëmtim i cili vjen si pasojë e neglizhencës së personelit mjekësor. Ka raste ekstreme që jam i sigurt nuk bëhet fjalë në rastin ton, por kemi patur raste në botë, në Shqipëri fatmirësisht jo, kur ka edhe dëmtim të qëllimshëm të jetës pacientit nga ana e personelit mjekësor, por të paktën në Shqipëri fatmirësisht raste të tilla nuk kemi dëgjuar. Atëherë, këtë e vendos gjykata dhe pikërisht për këtë arsye çështja ka shkuar në gjykatë dhe gjykatësi dëgjon pastaj sheh ato ekspertiza, thërret mjek dëshmitar, thërret dëshmitar edhe personat e akuzuar dhe në bazë të kuadrit ligjor dhe në bazë të ndërveprimit me prokurorin dhe me avokatin merr edhe vendimin përkatës. Pikërisht këtu nuk do të hyj se kjo është tema e avokatit. Të kalojmë pak tek tema të ku e nisëm bashkë, te tema e efekteve anësore. Pra, anestezia, ashtu sikur se ka efektet pozitive që e vendos pacientin në gjumë, e bën të pandjeshëm ndaj dhimbjeve të procedurës të cilës është duke i nënshtruar, anestezia ka edhe efekte anësore të cilat janë fatkeqësisht të shumta dhe shpeshherë edhe të rënda. Unë kam qenë personalisht dëshmitar në një rast të ngjashëm, kur përsëri si pasojë e një efekti anësor të anestezisë, ka patur humbje jetet përsëri të një fëmije. Ka ndodhur një situatë shumë vite më parë, unë kam qenë student ose specializant i ri në atë kohë dhe kam qenë dëshmitar i një situate të tillë në sallën e operacionit. Pra, nuk e thua dot si mjek dhe nuk e përcakton dot si mjek që të thuash në këtë rast ne do ta shmangim anestezin sepse anestezia mund të ndodh ky ose ai efekt anësor. Pra, për të dhënë një përgjigje përfundimtare për pyetjen tuaj, anestezia ka efekte anësore, efektet anësore kanë një shpeshtësi të caktuar të ndodhjes, disa prej tyre janë të shmangshme, por disa prej tyre ka raste që janë dhe të pashmangshme dhe që në mënyrë pavarësisht nga masat që merren nga mjeku ose nga personeli mjekësor, rezultojnë në dëmtim të shëndetit, ka raste dhe në të jetës së qytetarit dhe të pacientit. Tani prekim pak një element, doktor, ekspertizën e huaj. Në rastin konkret, ekspertiza italiane, me qenë se dhe zoti Nuri ju referua.
Ju pavarësisht se nuk jetoni dhe punoni në Shqipëri, ushtroni profesionin tuaj jashtë vendit, konkretisht në Gjermani, por jeni në dieni, jeni gjithmonë i mirë informuar, i updetuar, nëse mund ta përdor këtë shprehje edhe pse nuk është shqiptare, me sistemi, me gjithçka ndodh me sistemin shëndetësor në Shqipëri. Kështu që kjo, le të themi, përfshirja dhe ekspertizës italiane çfarë tregon? Mosbesim në sistemin shëndetësor në vendin tonë, nga institucioneve shqiptare? Është një praktik e njohur kjo? Është një praktik e domosdoshme? Ndodh edhe në vende të tjera, le të themi, me vende të tjera ballkanike që kërkojnë ekspertizë nga vende të tjera perëndimore të mjekësisë në perëndim? Jo vetëm në Ballkan, po kudo në botë, dhe jo vetëm për raste të tilla, raste mjekoligjore, por edhe për raste të trajtimit, është ajo që quhet mendimi i dytë, ose second opinion e quajmë në anglisht. Pra, pacienti në çdo rrethan, kur ka një dyshim për trajtimin të cilit është duke ju nështruar, ose trajtimi që është propozuar, pacienti ka të drejtë të drejtohet një mjeku tjetër për të marrë një opinion për situatën në fjalë, që mund të jetë një trajtim, që mund të jetë një diagnozë, ose që mund të jetë një situatë tragjike si kjo që ju përmendët. Bazuar nga fakti. Këtu unë nuk kam informacion, por mund të ekstrapoloj bazuar mbi atë çka shohim. Pra fakti që dy mjek ligjor shqiptar pas kanë marrë masën e pezullimit dhe të drejtës së ushtrimit të profesionit. Dyshon për shpërdorim të tyre të kryer në bashkëpunim, vetëm për ta saktuar. Unë mund të gjykoj tani pas faktit dhe pas njohjes së këtij fakti se ekspertiza e kryer në Itali duhet të ketë qenë e ndryshme me ekspertizën e kryer në Shqipëri, dhe prokuroria ka vendosur që ekspertizën e kryer në Itali ta marrë si standardin bazë, dhe për këtë arsye të quaj ekspertizën e aplikuar nga dy mjekët shqiptar si jo të drejtë, dhe i ka vendosur përsëri këtë masë të ndalimit të ushtrimit të profesionit mjekëve shqiptar. Përsëris dhe përsëri dua të them që në këtë rast duket një situatë që flet qartë se çfarë duhet të ketë ndodhur në mjediset gjyqësorit, dhe këtu përsëri është ajo pra që mund të them, rasti duhet trajtuar përsëri si një rast ku gjykata duhet shprehet, dhe në fund është gjykata ajo që merr vendimin se si duhet vazhdojmë më tej kjo histori. Por bazuar mbi çka shohim, duket qartazi që ekspertiza shqiptare dhe ajo italiane janë të ndryshme, dhe prokuroria bazuar mbi rezultatet e ekspertizës së kryer në Itali merr vendimin përkatës dhe trajtimin përkatës dhe ngre akuzat përkatëse, jo vetëm ndaj mjekëve që akuzohen për trajtimin e pa kujdesshëm të fëmijës fatkeq, por edhe ndaj ekspertëve mjekoligjor që e kanë trajtuar këtë rast dhe kanë bërë ekspertizën në këtë rast.